Keni instaluar panele diellore në shkollë? Si lindi ideja dhe si ndikoi në procesin mësimor? Ideja për vendosjen e paneleve diellore ka të bëjë me rrjetin e amortizuar që kishim ne në shkollë. Si fillim në orët e tikut ose në gjithë orët që ne kishim mbështetje tikun, bie re që ne nuk mund të bënim mësim, pasi her pas here na binin automatet, kishte ndërprerje të energjisë elektrike e tjerë. Dhe besoj se kjo që ke fillesa. Domethënë kjo u bë shkas për vendosjen e paneleve diellore në mënyrë që ne të kishim një mbarvajtje më të mirë të procesit mësimor. Cilat janë përfitimet konkrete për shkollën nga panelet diellore? Spari, thash që kemi një përfitim që është rrjeti i ri i pa amortizuar dhe të përrjedhoj mbarvajtja në orët e mësimit të tikut, që duan patjetër rrjetin elektrik, ishte pa ndërprerje. Së dyti, ne kemi bërë një marrëveshje me bashkinë, e cila është investitori i shkollave në Elbasan, që sasia ka akumuluar e paneleve diellore të energjisë që prodhohet në ato, shkon në rrjet. Në momentin që është me tepris, kjo sasi parash që neve nuk e harxojmë, kemi të përfitim në investim. Si ka përfituar mjedisi nga instalimi i paneleve diellore? Ne jemi munduar të sensibilizojmë fëmijët në përdorimin sa më me kursim të energjisë, në mënyrë që dhe ky përfitimi të jetë më i madh nga ana jonë. Sepse sa më pak harxojmë ne, aq më shumë do kemi përfitim në investime. E njëjti sensibilizim bëhet në mënyrë që ne t'i edukojmë në ambientet e shkollës dhe këtë ata ta përcjellin edhe tek në familje. Si e integroni temën e energjisë dhe kursimit në lëndët mësimore? Një lëndë që e mbështet fort këtë lloj qasje është fizika. Që në klasë 7, fëmijët dhe në klasë 6 fillojnë njihen energjitë, në llojet e ndryshme të energjisë, dhe një nga llojet dhe i ndajnë ato në energji të rinovueshme dhe pa rinovueshme. Meqense ne jemi ke panele diellore, ato e di shumë mirë që këto lloj panele, kjo lloj mënyre e përfitimit të energjisë elektrike është e pastër në sensin që nuk ndodhet mjedisi. Si reaguan nxënësit ndaj kësaj nisme? Në fillim i duket si diçka që, se kam për ta thënë, domethënë, është diçka që duhet na thonë edhe nuk e morën seriozisht në kuptimin që dëgjoj, edhe unë mund të kontribuoj te kjo. Sepse u duket si diçka që është shumë madhore. Kur ne flasim për shembull që kemi ndotje nga uzinat, fabrikat, çfarë mund bëjë një fëmijë në uzinën e fabrikës? Si bën dot gjë? Atëherë, ne kemi qasja jonë ka qenë gjithmonë që të ngulitet aty ku ne mund të vëmë dorë. Për shembull, ne mund të vëmë dorë në mjedis, nuk mund të hedhim plera, për shembull, vend pa vend. Ti kemi të mundësisht të na ofrohet riciklimi i tyre, domethënë ti ndajmë ato llojet e materialeve, aty ku mund të ripërdorim, ti përdorim, nëse nuk përdoren, ti vendosin në vende të caktuara që ti ndarë. Si ka ndryshuar sjellja e fëmijëve me kalimin e kohës? Nuk ka më letra në borë. Ose ato mundohen domethënë që të fike e dritave, etj. Pra kjo gjë vjen gradualisht. Nuk mundet se asgjë s'është e ndarë, që e bëre tash ti japësh urdhër. Ai s'ka, duhet të edukohet si fillim. Të bëjmë sistematikisht dhe besoj që kemi përfitime. Sa e rëndësishme është që në shkollë të flitet për kursimin e energjisë dhe edukimin mjedisor? Ne kemi bërë trajnime për trajnime janë përfshirë dhe prindër, sepse kjo gjë duhet të reflektohet në familje. Për shembull që të blejmë ne një panel diellor për dushin në shtëpi. Tashi, a është kjo e realizueshme? Mund të ketë familje që mund ta realizojnë, po mund të ketë familje që s'e realizojnë. Ose për shembull, një tjetër është mjetet e reja që blejnë, të jenë inverter, të jenë që themi ne me A3+. Pra, konsumi i energjisë të jetë sa më i pakët. Dhe kjo t'ja bëj të ditur, përderisa tash e dinë se kanë mësuar në shkollë etj. Që kjo pajisje do na kursej edhe ne në sasi monetare. A do të investonit vetë në panele diellore dhe cili është mesazhi juaj për familjet dhe institucionet? Patjetër që do ta merrja. Ja kam këshilluar shumë mikesha të mia që e kanë. Mesazhi është e para, sillni mjedisen ashtu që doshin të sillet ai me ne. Domethënë ne çfarëdo që të bëjmë do na kthejnë mbrapsh. E kemi thënë këtë gjë. Gjithashtu, në lidhje me fëmijët, duhet të edukojmë ata të jenë çdo gjë që thuhet tu brenda të jetë
të zbatohet, jo të lihet thjesht në fjalë. Kurse në lidhje me institucionet, na mbështesin në infrastrukturë.